Një homazh për gratë që kanë arritur sukses në profesione shpesh të vështira duke kthyer sfidat në arritje ishte koncerti Muza e Shpirtit të Lirë që u mbajt në teatrin Skampa në Elbasan. Performanca artistike u realizua nga trioja e përbërë nga pianistja Ardita Bufaj, flautistja Matilda Bajrami dhe oboistja Giovanna Marku në drejtimin artistik të Blerim Narazanit. Në skenë u interpretuan vepra të njohur të autorëve vendas dhe të huaj. Instrumentistët thanë se koncerti mbarte një mesazh vlerësimi për forcën, talentin dhe shpirtin e lirë të grave në fusha të ndryshme profesionale. Ishte një kënaqësi shumë e madhe të dëgjoje momente, eksperjenca nga jeta e grave me një sukses kaq të madh sa shumë prej të ftuarave të sotme. Është dedikuar të gjitha grave, duke ditur që gruaja është frymëzim, burim frymëzimi për gjithçka. Edhe sot ne ndam nëpërmjet jo vetëm nëpërmjet tre artisteve dhe gjuhën tonë nëpërmjet tingullit, por edhe personazheve dhe gra personalitete të qytetit Elbasanit që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në fusha përkatëse. Ky ishte synimi që gra me profesione të ndryshme në jetë të jepnin disa mesazhe, pse jo për të inkurajuar ato që vërtet kanë nevojë, po për brezin e ri që kanë nevojë për të drejtuar në profesione të ndryshme. Në këtë shfaqje u sollën si shembull suksesi figura si Natasha Poroçani, pedagoge dhe kontribuese në gjuhën shqipe, Emanuela Rusta, arbitre ndërkombëtare e FIFA-s që përfaqëson Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, si dhe Hamide Blaceri, e cila ushtron profesionin e saldatores prej vitesh.